ja ku jemi këtu në Treat Med. Edhe i qinë. Se arrova i qik me vones, për na e boni halal edhe i qinë. E kupton vetë ato. Për keke? Se dje kam pas ditëlindjen, sa. Bërë 24 vjeç. Kush, mor? Dje. Lulzim Basha. Po? Ka pas ditëlindje. Po? Rastisi që kishtë ditëlindje në të njëjtën ditë me pësën. Pa dashje. Mos, qa ironie. Prandaj ka lindur në atë ditë. Që të luftoj. Heroike. Në atë ditë që ka lindur. E majta e shëmtuar. Në tjetën Në atë ditë. E keqa dhe e mira. Në atë ditë. Ka lindur e bukura dhe bisha. Ka lindur bluja dhe mavia. Na falin e boni halal se jemi si ato që shkruajnë për statuset falenderimit, ku falenderojnë ai që ka ditën e falenderit dhe shkruajnë 200 veta atje koment. Më fal me vonez vlla po edhe i 100. Urimi vlen. Po si harruam fare ne, si ka mundësi që harruam dje që kishte ditëlindje Luli? Po kemi pas gjëra më të rëndësishme. Kemi pas gjëra të rëndësishme. Zbuluam një televizion të ri edhe etj. Po, është e vërtet. Shpejemi pak tani. Tek një ditëlindje tjetër. Sot kanë ditëlindje në rrjetet sociale. Po sot është dita ndërkombëtare. Dita ndërkombëtare rrjeteve sociale. Fut në rrjete sociale pa fund për këtë. Bëni diçka ndryshe, pra qëndroni sot 8 orë, 10 orë. Ndryshe nga ditët e tjera. Ditët e tjera pra në rrjetet sociale. Vodafone Rudizmo. Po, sigurisht. Se themi gjatë kohës së shpejtë me 4G, po së fundmi si çdo të mirë dhe të keqe kanë dhe të këqija, rrjetet sociale, për shembull privatësia. Për gjithë njerëzit që kanë pak problem privatësi, privatësia gjithmonë ka qenë problem, Mateo. Edhe në kohë të monizmit që nuk kemi patur rrjetet sociale, kishe komshiun, kishe shokun, kishe kunatin, kishe njërin, kishe tjetrin. Pastaj erdhi 92-shi, filluan me thashetheme shqiptarët, e ke parasysh. Pastaj erdhi rrjeti social, vazhdojmë që kemi po themi. Tani problemi është që dakord spionohemi nga komshiu akoma, po kemi dhe rrjetet sociale. Kupto, kemi 2 anë, domethënë jemi 100%. Ka ma asnjë vlerë, po themi, ajo që thot komshiu, për sa kohë tjetër e ka marrë, pse se more vesh ti thot? Po çam thu, këto janë muhabete tjetër, unë kam pa në Facebook para 3 muaj. Ka ardhur screenshoti, o zotri. Nëse, ne do të kemi shumë për të thënë, pas pak do të vim me temën që kemi zgjedhur për sot, e cila është mjaft interesante, kështu që ju ftojmë të ndiqni këtë. Tani me Where Are You Now? Ku jeni tani se ka filluar treja ato, valla? Gëzuar. S'bët gëzuar me ujë, po. Gëzojmë me Vodafone. Po, është e vërtet. Është e vërtet që na shoqëron nga fillimi deri në fund bashkë me ofertat së shpejti dhe 4G, siç e thash pak më parë që na ndihmon për rrjetet sociale. Po jo vetëm këto, pafund oferta. Kalojmë te rrjetet sociale. Kemi edhe ne ofertat tona për ju, ofertat tona të argëtimit, rrjetet tona sociale ku ju mjafton të shkruani me Albania gjithë ndër çdo rrjet social dhe ne dalim me çfarë doni ju. Pafund argëtim, shikojmë dhe Facebookun. Facebookun regjia, ju lutem. Materiali numër 4. Po. Është funny topic materiali numër 4. Ç'më ndon për materiali numër 4? Po pra, duhet bëj pyetje. Në fakt, kush është tema është në fakt nuk më intereson fare për dhe vazhdimi, nuk është një pyetje në fakt se sa një fjali cilën do duhet ta vazhdoni për kë nuk interesoni. Çfarë nuk ju intereson? Çfarë ju bën të jeni indiferent, çfarë ju bën që mos ta lëvizni fare qerpikun tuaj, komentoni në Med Albania në Facebook apo numrin e Mateos 09 Ka ndryshu tash, janë tjera këto. Mua nuk më intereson fare, po fare për politikë. As nuk du t'ja di fare për politikë, as nuk du t'ja di që Fiqiri Ismaili fitoi Vorën, as nuk du t'ja di fare që Erion Velia fitoi me 130.000 vota, as nuk 143.000 fal, se nuk i kam domethënë mbi të sigurta. As nuk du t'ja di fare domethënë se ti mbase e ke për politikën, unë e kam për paran, lekët përgjithësisht. Absolutisht as nuk t'interesojnë fare. Absolutisht jo. Mirë shkon ma të tek veshk që ke? Urdhro? Mirë shkon ma të tek veshk që ke? Si mos fol për fatkeqësinë natyrore? Se mund të mure mund çfarë problem pse përmend këtë fakti? Po gjithë e dim që shite bleve me 2 zemre më i mbaruar. Ti një valvull një aort ke. Ke 2 vjet je me tension 8/4 dhe thua jam mirë. Mua edhe pulsi nuk ngjijohet. Qa pulsi dëgjohet? Mi shumëzojnë për 2. Ti s'ke puls. Ti ke pulsin e rrënjë katrore. Kam rrënjë katrore. Qa vëk? Oke, se s'na intereson. Bëra garë rezistencë, tha 400 metra. Vjen atje. Letif. Ti qarë, ti ke shitur, mbi të gjitha ke shitur dignitetin për ato para. Dignitetin, si njeri. O politikan i vogël. Dilja shkoja... Qëndra me madhe është që të bëhet një ditë, thot duha të bëhem si Lul Basha. O zot, po nuk të ikën zëri, mo jo. Nuk të ikën zëri ty. Arroje. Dakord.
Bëj çfarë duash. Çfarë dush. Asgjë s'do ndryshoj. Janë dy gjëra këto që thamni që shqiptarëve si interesojnë fare as politika as para, kështu që na shkruani juve dhe ne do t'i lexojmë pak më vonë, ikim gjë muzikë tani për çefin ton, për çefin tuaj. Dhe vim prap. Sapo u rikthyem nga kënga më e re e Mr. Eze, të cilin e kemi mik televizionit sepse kemi pasur edhe këtu të ftuar, Rina Di Dance. Kështu domethënë. Është vërtet. Nice, është shumë alternativë dhe shumë nuk e di. Shumë reggae në fakt si muzikë. Normal, reggae ambasador, është edhe ambasador i reggaes. Eksakt, në Shqipëri. Përtej kësaj flasim për Donald Duck. I cili është ambasador i parë që vlet shqip. Po nuk është super mirë. Lule jo të më, lule je, lule të thonë, lule të zo, luludhim i bukur. Sepse në përmet së fundmi, pas fitimit si ideja më e mirë të këndra ime, që na ofroj Ministria e Miqënies Sociale dhe Punës e Rinjisë etj. Po, e Ministrisë së Sporteve dhe Ambientimit të gjithanshëm të dashurisë Panairi i luleve platonike. Panairi i luleve në qytetin e Përmet, si quhet ndryshe te qyteti i luleve, do bëhet real, siç ishte një nga idetë që është dhënë te këndra ime. Është si tip Amsterdami, po themi Përmet. Është, po, do shkojnë atje tregtar lulesh, do shkojnë konsumues lulesh atje. Po sigurisht. Do shkojnë vetë lule, do t'jetë vetë luli. Absolutisht. Po lulëzimi nuk është vetëm i Përmetit, është i të gjithë shqiptarëve. Absolutisht, dhe nuk ishte rastësi që Përmeti është blu. Përmeti është blu! Nuk e di që e kemi kap me lulin sot, na fal. Na falo lulo, po... Nese, nuk e di se përmendet të emri ti lule, direkt del lulëzim. Mund t'a zej lenza dhe po na mytet në gjumë. Si mund t'a ketë lemzën luli? Kështu? Po Shqipëria në këtë moment betonizimi ka nevojë absolutisht për hapësia gjelbërta, ka nevojë për lulëzim, ka nevojë... Shko Përmeti ka nevojë për pak beton, kupton se dhe ato dy shtëpi që ka janë rënuar. Janë rënuar. A nuk e di nëse quhen lulet bukura, po themi ato bimët e egra që mbin berat se në Përmet, se me sa di domethënë Përmeti ka filluar sikur porrallohet si banim, kanë filluar gjithë njerëzit largohen dhe tentojnë të banojnë Tiranë, kështu që nuk e di a ka aq shumë. Pse ka vend Komuna Parisit akoma për Jugor? Apo do gjejnë një zonë tjetër? Është infinit i dashur. Jugor t'je dhe vendin do ja gjejmë. Absolutisht, do e sajojmë vendin. Sigurisht, shtëpi do t'hapim ja afër t'jetë Jugor. Megjithatë, me ndihmë me çadra. Megjithatë janë dhënë 3 çmime, janë mbledhur atje dhe janë dhënë 3 çmime për oborrin më të mirë. Absolutisht, sa bukur. Luletar, luledashës, luledietar e kështu me radhë ishin mbledhur. Lulja e art i pari. Po, lulja e argjend. E argjend dhe lulja e bronz. Lulja e bronzit. Janë dhënë për 3 oborret më të mira. Një iniciativë shumë interesante në një realitet që duhet thënë që përtej se ka siguruar çdo gjë financiarisht, çdo lloj infrastrukture të mundshme e kështu me radhë. Do t'i japi dhe këto 3 çmime. Po, do t'i japi këto. I dha i thash, do t'i japi në korrik. Do t'i japi, sepse bëhet në korrik, zjat 2 ditë. Unë do të shkoj personalisht. Der tani, pse edhe ti mbjell lule? Do të shkoj, jo, do të shkoj se jam kurioz të shoh si do të bëhet. Aha. Kuptoj. Der tani nuk kanë konfirmuar disa qytete prodhues lulesh si Lazarati, fshatra. Lazarati ka probleme këto momente. Ka probleme në këto momente dhe nuk kanë mundur, der tani nuk kanë çuar kandidaturën e vet. Shikojmë ç'a do bëhet, edhe Ishmi për momentin ka disa probleme. Korça do përfaqësohet me Rotterdamin. Ka marrë import, ka importuar nga Rotterdami dhe do vje, i balli jonë është. Little Paris. Nejse, Rudimental Waiting All Night me Ella Eyre. Ne do të rikthehemi. Ella Eyre. Eyre, po Ella Eyre më Eyre. Pajtim dëgjuam, vlerim dëgjuam, përparim dëgjuam, masakrim dëgjuam. Nuk e di, edukim, shpëtim. E more vesh çfarë thonë se kishte shku Ilda, që ka qenë ftuar ke Fatma. Ilda e Supersportit. Kishte shku ti marrë intervistë Xherdan. Po mirë më merra vesh, po s'po flas për Xherdan. Jo, media që ishin lidh bashkë. Kaq. Sa thoja. Ja, tifozi Inter. Kanë çështje kishte kjo. Ti më kot një futbollist me shqiptar, domethënë, që luan për Zvicrën, siç është dhe Pajtim Kasami, lidhet që është lidh me Ilda Belen, kaq. Ai po thua për intervistën që bëri para 2 muaj. Po. Që përfol dhe thanë që nuk ka asnjë lloj gjë. E the sepse të vinte për ta. Po, kaq. Nice. U përfol në Mikonos pra që ishte lidhur me blerimin, me Blerin Destanin. Se i kishin parë. Në blerimin piu një pur ajo është. Po çfarë puro piu? Po blenin cigare, Po pinin cigare. Po blenin, po blenin. Ajo po blinte. Ajo po blinte, blerimi ishte diku mbrapa në fotografi, kupton? Po ishte. Se çfarë ndodh me dis blerimit, por
Blerimi kishte namin dhe pajtimi ka bërë kërdin. Pajtimi bëri kërdin, se kemi fjalën për Pajtim Kasami, është futbollist i famshëm 23 vjeçar, i cili luan me Fulhamin apo jo? Luan në Anglit për momentin. Tashi nuk e di as origjinë shqiptare. Fulhami ishte te Olympiakosi para. Po, me origjinë shqiptare, po luan për kombëtarën e Zvicrës. Jo, shqiptar. Po, shqiptar, po. Që luan me kombëtarën. Me kombëtarën e Zvicrës. Tashi pjesa më e bukur ishte që Hamiltoni shkret i uron Nicole Scherzingerin për ditëlindjen. U bëfsh edhe i 100, thot kaq, se kur ishin lidh bashkë i bënte dhurata, tani edhe i 100 kishte shkruaj status. Po, pas 7 vitesh pra një lidhje dashurore, e uroj sepse u tregua një gentleman i vërtet britanik. Pra, ka ndodhur çka ka traftoi me Rihanën. Ka ndodhur çka ka ndodhur, pra tha, le ti harrojmë këtë gjë, unë po të uroj për ditëlindjen tënde. Dhe nuk është se po e bëj këtë privatisht, po e bëj edhe publikisht. Ta shohin gjithë se privatisht që jam një gentleman i vërtet. Me sa duket Nikolit nuk i ka ardhur mirë për diçka tillë dhe thot tani, unë jam plazh, në Mykonos jam. Çuna plot ka. Po. Ishte dhe Ledionin Mykonos. Qeros për Qeros, Ledioni është i lidhur. Qeros për Qeros, nuk i pëlqen me flok. Ah, okay. Nikol, ke pa ndonjëherë Nikolin të jetë lidhur me një flok. Po pra. Pra ne umi Blerim Destani, se nga që kishte flok. Blerim Destani dha ku shkon ti moleshtor si majmuni tha me gjithatë flok. Edhe është lidhur me Pajtim Kasami, lidhur. Sa mori vesh Kambiaso këtë lajm direkt për jubileun Mykonos. Po çka Kambiaso Blend Fevziu ka lënë opinionin mes. Çfarë mundi? Unis Blendi, Gen Strazimir do uniste ose çapati ca incidente në aeroport duke lanë. Edhe kështu me radhë pra Nikoli është fare duke u puthur, nuk e di ma ka një histori dashurie apo është thjesht qejf. Ka një diferencë moshe rreth 14 vjet. Por njëra sjell eksperiencën dhe tjetri sjell forcën, njëri sjell entuziazmin dhe tjetra sjell këmbët në tokë, apo jo në tokë këmbët. Shëndsi ka kjo. Ne na bëhet qefi që një shqiptar me origjinë tregor që shqiptarët janë hamshorat vërtet. Po ai s'ka A që kanë shqiptarët se ai s'ka jetu një ditë këtu, domethënë. Seks një herë në vit bëjnë, po kur bëjnë 2-3 ditë, duket shqiptari thonë uça hamshori, po tash është pas 2-3 ditësh. Se qa trahanash një taj, buke vaj e trahana. Po Pajtimi nuk është rrit me trahana, dhe kjo është e bukur. Po geni o Mateo, geni. Se nishon geni për një... Gen trahana, e drejt, më falj. Bë qef Pajtim, bo. Ka janë shqiptarë. Pajtim. Ore, se nuk e kupto shqiptari më vaj. Gjithë këto masa që meren, nuk janë për të heqë korupcionin dhe ta themi të vërtetën këtu. Gjithë këto masa që meren janë për të shtrënguar që të rritet pak vlera. Kupton? Jo. Ato kamerat që doli llafi që kanë policët këtu bi fjala. Po. Ato, për shembull këto aksione që po ndërmerren që ndalojnë makinat mina bab njona mas tjetër ose tjerë. Nuk janë për ta ndaluar korrupsionin, janë që të shtohet vlera. Ja, ky është kreti, se s'du t'ja them emrin domethënë, nuk e di as po e gjej si e ka emrin, apo Artani domethënë çon si ka ndalu policit e fabrika miellit. Gjithçka në rregull, dokumentet e tjera, kapi ishte fut me të kuqe. Okej. I nxori 10.000 lekë. Gabim fatal. O jepni mirë, o mos jepni fare. E kemi thënë 100 herë tani kanë kaluar kohët kur mund të blije gjobën e të kuqes me 10.000 lekë tani, është 5 vjet e lartë. Po ikën kohët ku ishte lyni gjërat me kavanoza me turshim, kishe kavanoz me turshi, epse policit të marrote punë. Ikën kohët më. Tashi ona i stek Malboro që vjen nga Greqia, si quhen ato Malako. Si sa bëri reklam tani. Val. O tashi çfarë janë këto reklama që bën Omat? Vlera duhet të jetë 5.000 lekë. Gjis pa krip ka qenë atëre. Si? Për kalim semafori me të kuq ka qenë gjis pa krip. Gjis pa krip. Shkelje këmsori ka qenë një whisky. Whisky vjetër. Pa pull, i vjetër pa pull. Kupton nga ato të... Tashi gjërat kanë ndryshuar dashur miq, nuk ka më korrupsion kësaj natyre, korrupsioni fillon nga 50.000 lekë lart, si çdo shtet modern valla. Po tashi to pse e blen dot votën në Angli pa 2.000 pound, blet ku 50.000 lekë. Ç'u ma bet tani? Po vjen keq me. Ne qytetari, mungesë korrupsioni, zhvillim, rafinim, infrastrukturë do të thotë që korrupsioni të blihet shtrenjtë. Absolutisht, më është një shenjë mirëqenie më. Është një shenjë mirëqenie se ti ku ke aq lekë të bësh korrupsion me 50.000 lekë, 100.000 lekë, është shenjë mirëqenie se ti ke ato lekë. Ligji shkelet vetëm nga të pasurit. Absolutisht. Kjo është e gjithë ideja. Ose kuptoj si vazhdojnë të paguajnë 10.000 lekë. 10.000 lekë. Plus që bëni kujdes dashur teleshikues dhe telespektator pra, sepse kanë filluar që kur janë disa veta bashkë, edhe sikur 50.000 lekë t'i japësh, bëjnë sikur, "Ua, çfarë është kjo?"
kujt t'i jep ti parat të marrin të arrestojnë, thua sikur s'ka qenë po njëti polis që para 2 vitesh për shembull me 5.000 lek të bënte edhe kërcim si Arush. Të kapte edhe Napoleoni. Me 5.000 lek, domethënë tu rote makinën, ta pusta të stem. I këndonte o vut, i këndonte. Po për gjithë ju... Ta ja im për shembull me 20.000 leksh, qa bëni, e luanin gjithë kalat di branche. Mere 1.20 që luani kalat di branche, argëtoheshim, rinin në shkonim. 20.000 lek. Me 20.000 lek, vëlla, edhe të shkelesh ato vizat të semaforja, vizat e bardha nuk të lënë më. Me 20.000 lek të ngretën krik makinën e të ndrote gomën, kur kishe nej problem. Po ne të dy, si dy njerëz, si dy qytetarë të indinjuar të këtij vendi, do shkruajmë ndoshta nesër një tabel këtu për gjithë çmimet, për gjithë gjobat e reja së fundmi, sepse jeni akoma me të vjetrën. Eksakt. Ka akoma njerëz që nuk i kanë përshtat sistemet të ri. Eksakt. Kështu që ne do ta bëjmë diçka aty. Do ta bëjmë patjetër. Nora Istrefi, si e ma lifestyle, domethënë nuk je më. Pa ka ndryshuar gjë. Ja kur i kthehemi për të lexuar komentet tuaja për temën tonë siç premtuam që në fillim të emisionit, është tema në Facebook me Dëllbenja, ju ndihmon Vodafone që për momentin është 3G, po pak më vonë do jetë 4G. Tema është nuk më intereson fare për 3 pika. Plotësoni juve dhe jo për 3 pika. Jo, për hapësirë. Oksana Kamberi, që e ka shkruar emrin rusisht, përshëndetje thotë ç'kemi haj, nuk më intereson fare për Taylor Lautner. Ai mund t'i ketë gjitha thotë për mua kur. Kjo ka bën sikur e ka çuar njëri ke dera, pa aman më merre më. Aman, shife se çuni mirë, nuk harxhon. Kush është goca si ti? Normale. Goca si ty. Nga reprat e fashë. Hollywoodi ka plot. Laura thos më interesojnë komshit për fjalët prapa ose për ata që s'më pëlqejnë. Thot Granta Buçka thot nuk më intereson fare për plakat, llapaqenet e lagja ime. Elci Boga thot se çfarë mendon komshia për mua. Gjithë pas kanë komshie. Marlin Lila thot fjalët e botës. Si Dorela Xhaferi thot opinionin e të tjerëve ku bëhet fjalë për veshjen sepse un kam stilin tim dhe më pëlqen o vlla si vishem. Deni thot si Dorela Xhaferi. Si vishet, si duket foto? Jo, foto është këtu. Nuk tregon si vishet. Aq është vesh, edhe poshtë, sa është vesh la. Deni thot për njerëzit që flasin keq, Anisa Xheka thot asgjë. Ester Laminja thot puna si vishem. Çuna thot jeni shumë të mirë. Flamura Demi thot nuk më intereson fare se çfarë mendimi kanë të tjerët për mua. Kur un jam okay dhe atyre u duket keq dhe mundohen të bëjnë kritika kur në fakt vetëm kritika bëjnë se për të ndihmuar s'të ndihmojnë. Disish kjo Julo nuk mos e fol ashtu një, mund ta mbajmë ne atë lloj humori, nuk e mbajnë gjithë. Ta dish këtë gjë. Përtej kësaj tani, është e vërtet kjo që thonë që ka shumë kritika dhe flasin keq. Pa mos jeni me të vërtet ju edhe pak shkaktar për të folur keq, se tani ku ka zënë nuk është dhe pa gjë. Pastaj të folurit keq mbase mund të jetë kritik në vetvete, ose mund të keni një problem në sjellje. Jo gjithmonë kanë fajt të tjerë, këtu dua të them. Dakor, po ke drejt për këtë pjesë, po ky thotë që nuk më ndihmojnë kritikat e tjerëve. Domethënë që ky merr ndihmon për shembull. Po ky kritikat. Nëse ke një sjellje të gabuar, çfarë mund të të ndihmojë të përgëzojnë? Po, ashtu vazhdo. Mari Francesco thot fare për njerëzit që flasin brapa krave, për ato që më urrejnë vetëm ato që unë dua dhe më duan. Është mirë ndonjëherë si sa dhe Ruth, nxjem në kritik edhe për ato, sepse ku i diet. Ajo goca fare për ato njerëz thot që flasin keq për mua. Eduard Grembi fjalët që dëgjoj pas krave thot. Besian Gjindole për opinionin e njerëzve ndaj meje. Soni Lezi për humbjet. Fjalët nuk e kuptoj këtë shkrimin. Në Sula i thot për hatersat dhe për ata që përpiqen të më kopjojnë, për ata që më urrejnë dhe për ata që flasin keq me apakrave për mua, janë thjesht humbje kohe. Alexia jo. Një thot për njerëzit negativ që kanë për qëllim të mërzisin dhe të bëjnë nervin kaq urrejt dhe për mesatar 9.6 që më dolin në ftesë. Po pse ke përmendur? Ka stile 9.6 të 7. Do nuk është se hapesh çik kolektorësh, ë? Ja fare. Amela thot Pogu për ata që flasin prapa krave i them shikoni veten tuaj o njerëz. Pationa Aga thot s'më intereson fare punët e të tjerëve dhe ato që flasin pas shpine. Eriola Lami. Është interesante është të gjithë në Shqipëri thon për të gjithë që flasin pas krave. Nuk më intereson, a kupton po? Jo, të gjithë flasin për të gjithë që flasin pas krave dhe të gjithë flasin për të gjithë që nuk i intereson që të gjithë flasin pas krave për të gjithë. Po pra, se kupton. I bie të flasin të gjithë. Është ai momenti që thoshte gjyshi që të gjitha gratë e fshatit tradhonin. Prandaj shkoja me të gjitha. Të gjitha? Po pra të gjitha. Po pra dhe gjysha, jo të gjysha më, Jo, ai që më punë. Gjysha. Eriola Lami që mërzitet për neve thot për ata që japin komente të pavlera kundrejt med. A pse ka diçka të tillë? Bëm vaki. Faleminderit gjithësi për Faleminderit.
Elona Alliu thot për Juventina dhe Milanistat që mburën se s'kan gojë me fol për Interit. Ma statin Serie B thot e siamo li unici di aver vinto il triplete. Merret me Interin sot, po qafshi. A kuptoj, jeni aq. Jeni aq të pa shpresa, mendoni se Juventinët dhe Milanezët po merren me ju. Milanezët janë duke vdekur për vete. Juventinët ishin finale Champions, kanë fituar kampionate 4 radhë. Ç'do duhet merren me Interistin? Ja sulmat e Interistëve. Shiko si flasin vetes. Po mos bëj monolog. Do t'i flasësh vetes ashtu. Shiko, du të binë sy me këto gjëra, se nga ana futbollit janë grop. Sigurisht. Gjejnë mënyra për të hedhur balt mbi tjerë. Thonë që i bien të tjerët se pemës me kokra i bie. Po. Ja, si shta, pemës me kokra i gjuhet. Riza Langozi thot nuk më intereson fare kur të tjerët më thonë që jam me shkurtër. Fundja mua më pëlqen që s'kam gjatësi të madhe, më pëlqen gjatësia që kam. Shokej. A ka rënë, e ke ndjerë shiun që ranë brëma, po akoma s'ka rënë të këtë. Sa e shkurtër. Resta Demo thot për fjalët e njerëzve pa punë, Ina Majaci thot politik. Era gjata thot thashe themet, pami bë Arizi thot për opinionin e të tjerëve, sa një bushi thot për punë të shtëpisë. Nuk ka mundësi. Pa fund. Është e paparë. Si ka mundësi që ju pyesim për çfarë s'ma ndjen dhe 95% thanë që nuk më intereson se çfarë thonë tjerët. Jemi kaq popull thashe themesh, edhe tek moshat e reja që realisht na ndjekin. Po, moshat e reja që Jeni llafësh, kupton, vazhdoni me objektivat tuaja dhe qenë të lejnë. Për sa kohë ju merreni kaq shumë me qenë që lejnë, do të thotë që nuk është se kupton çfarë duhet të them. Ikim që muzikë. Sa papar janë këta të Bon Jovi, të? Kush? Pse nuk është Nickelbacku ky? Bon Jovit. Bon Jovit. E kam dëgjuar të papar janë këta Bon Jovit. Kush ma? Bon Jovit. Janë 3 veta pra Johnny, Boni dhe Jovi. Janë 2, Bon Jovit. Bon Jovi. Edhe të ja. Bon. Prej, pe këta për herë parë në 15 vjetë Forbes ka paraqitur këta futbollistët, sportistët përgjithësi, jo vetëm futbollistët, se ne jemi personazhe faktikisht. Si shkollë futbolli tradicionale që jemi ne shqiptarët, kemi qef merremi përgjithsisht me futboll, por janë të gjithë sportistët fakt. Cristiano Ronaldo është një nga ata që fiton shumë. Jo vetëm sportistët, Rut, po janë edhe të famshëm të tjerë, për shembull si Ellen DeGeneres, One Direction, etj këngëtar, banda muzikore dhe po shikoj sa fitojnë këto, domethënë çfarë shifra. Ja Cristiano Ronaldo. Cristiano Ronaldo për shembull fiton 79 milion dollar. I fiton vjetore besoj, në vit. Ja pak a shumë aq fiton dhe Messi, në fakt 74 milion. I pari është Floyd Mayweather ose si quhet ndryshe Money Boy, çuni lekëve, domethënë se. E kupton. Se ai edhe kur shkon në banjo kërkon lek, domethënë për nevojat e veta, se ashtu është. Kanë arritur ato koku nga të varfër, raca e zezë është super e pasur. Absolutisht. Kjo është barazi gjinore. Me 300 milion dollar, 300 milion dollar. Manny Pacquiao thot boksier me 160 milion dollar. Kupton? Domethënë boksi i peshave jo të rënda nuk është më parsor. Po pra, kupton se sa e rafinuar është shoqëria jo shqiptare, por botërore, për sa kohë boksierët janë më të paguarit. Nëse janë The Eagles për shembull bandë muzikore 73.5 milion dollar, mund të përmendim Ellen DeGeneres, e cila është një nga drejtuesit më të mira televizive mbas edhe më e mira, sigurisht. Po edhe Jimmy Fallon është i mirë. Okej, sigurisht. 75 milion dollar fiton ajo. Mund të përmendim LeBron James pra 65, Taylor Swift 80, Phil McGraw, psikolog dhe aktor 70 milion. Tenisti Roger Federer, i cili me të vërtet nuk është në vendin e parë në botë, por vazhdon të jetë super brendi apo super imazhi i tenisit me orën, ose me, nuk po e them cila orë, po me shumë kontrata të fuqishme dhe me një brand të tij RF, Roger Federer, e cila po shet shumë në botën e tenis. Është One Direction për gjithë fansat që Ramis Fico. One Direction 130 milion dollar për shembull, një shumë pa para ata. Që nisën nga zero thuash në talent show dhe shkuan atje ku ja. Bravo, gjithsesi, bravo. Me të vërtet si jemi ne këtu? Si jemi ne këtu, nëse na erdhën me bokte, nuk po bënin dot konvertimin me euro lek. Nuk dënjuam ne. Ishin shumë zero mbrapa. Me që përmene këtë euro dhe lek, domethënë sinqerisht po të pyes, a ndikohemi ne nga kriza greke? Se specialistët dolën duke thënë që ne nuk ndikohemi se ne jemi mësuar nga kriza. Domethënë ne do prekemi nga kriza, por ne jemi mësuar. Ha? Ndikohemi apo jo? Por do më thotë njëri ndikohemi apo jo? A ndikohemi nga kriza, më ju lutem. Pse ndikohemi nga kriza, ju lutem. Më thënë se derdha ujë, ndikohemi...
Nëse nuk dhe njëri të m'japi përgjigje për atë që pyeta shpar, s'ka problem. Çfarë pyetje shketi o but? Më fal, nuk flas më për lekë, për ekonomi, për krizë. Nuk flas më, a do të flas çka ka bërë një shqiptar në Milano? Hajde fol njëherë. U arrestuan në Milano. Jo për drogë, jo për vjedhje, për asgjë, se gjithë kur shkon mendja një shqiptar arrestohet Milano në Itali, në kështu vendesh direkt për drogë. Jo, ky Po pra na shkon mendja për keq, se nuk është se arreston përgjithsisht. Mendja direkt e keqja shko. Më ke fik telefonin 5 minuta. Ky shqiptar kishte dalë lakurish në Milano dhe arrestuan. Çfarë po pse? Po pse kishte dalë lakurish, este nudo rrugëve. Po mirë, ku është problemi këtu? Po pra, domethënë shkon në Itali ke pafund statuja që janë nudo. Statuj, është nudo. Po të ishte italiano të arrestonit? Po, Apo nga që ju depiloni e bëni kështu si pjeshka, edhe ai doli si arush? Nëse e kanë mbyllur në kopër zoologjik tani, nuk është se e kanë veshur, jo. Gra gorillës. E pe gorillën në Tokyo, Shabanin. Gorilla në Tokyo, Shabani ishte një gorill 18 vjeç, i cili ishte bërë sex symbol. Sinqerisht, edhe japonezit janë të imët meshkujt kështu. Shabani, gorill, krah, këtu 18 vjeç, bënde dhe ca shikimet thella seksi. Ju jepte në njerë bap, u çmenën gjitha japonezet. Edhe ky shqiptari, me origjinë nga Lushnja, leshtor, jo shumë i egër, po leshtor, mishtor deri diku, e kanë mbyllur në kafaz, shosh, janë çmend italianet, ky është mashkull, se na çmendën pipinot me vetull të hequr e me rresht të hequr. Ky pra, I pe ato kërkesat e turshme të Gervinho. Me qenë se ishin brenda në Itali. Me qenë se ishin të gorillat. Të gorillat, tamam. Se një moment i ra kapelja se xhamate atje, edhe u tremën, u fikën gjithë kamerat në stadium, nuk u dha neshe për çerekore. Gervinho, për gjithë ata që se njohin, është futbollist i famshëm, ish i Romës, do kalonte te Al Jazeera, një ekip shumë i famshëm në lindjen e mesme. Plot 300 tifoz. Plot 300 tifoz, po këto 300 tifoz kanë nga 100 milionë euro dhe ja japin gjithë ekipit. Sigurisht, kanë më shumë GDP se shteti shqiptar. Normale, dhe këto tani të Romës donin ta kalonin te Al Jazeera. Ky kishte rënë dakord, po kishte ca kërkesa të vetat, domethënë se s'mund shkoja ashtu. Ai kishte kërkuar një rrogë shumë të mirë, që ato mund t'ia plotsojnë. Kishte kërkuar një helikopter në dispozicion. Që edhe këtë mund t'ia plotsojnë. Mund t'ia plotsojnë. Kishte kërkuar një plazh privat. Edhe kjo plotsohet. Me shezllone brenda, një banak druri, edhe një çun që të marrë lekë të shezlloneve, që ti ketë përfshira plazhi privat, edhe një sistem thotë të përshtatshëm për familjen e tij të zgjeruar. Që do të thotë familje quan gjithë bregun e Fildishte. Po, gjithë bregun e Fildishte. Po dhe kjo plotsoi. Dhe bileta pafund për vendlindjen e tij për bregun e Fildishte. Edhe kjo plotsoi, po pa pik turpi. Kërkoi. Çfarë kërkoi më? Po se di ti, kërkoi të ishte pjesë e atij Warni. Pa, ka shkut, merrte pjesë në klip. Të gjitha këto t'i plotsojmë tha. Po në videoklipin e simbolit tonë kombëtar, ky artist jashtëzakonshëm që dëgjoni në këto momente që ka bërë një super videoklip që kemi dhe shfaqur, nuk mund t'i jesh orti. Ore, Michael Jacksonin e beson, po si ka mundësi me të vërtet kishte të gjitha këto që tha Mateo në fakt, kërtej shakave ishin kërkesa të vërteta, kërkonte plazh privat, donte cilësi më të mirë dielli, donte ajër të freskët, donte hurma të bëheshin dimër, donte një kopësh me pinguin, donte një ari polar. Deshte shalqi pa fara. Donte shalqi pa fara. Donte shalqi që mos ishte i shartuar me kungull, po ku ka më gjëra të tilla? Shkova atje për të marrë një shalqi. E shalqini ka ndryshuar shumë. Kujtoj si ka qenë shalqini më para, kishte shumë ato nuancat, ato si viza. Tani i kishin ngel një 4-5 i kishin ngel të shkreta. Për zotin beton, i kishin ngel një 4-5 vizat. Kam përtu t'ja vizatojt. Nuk ka mundësi. Kam përtu t'ja vizatojt, thua. Normale. Hedhi në boj njerë kështu. E pa parë fare. I them, do të prof, më tha mua. I thashë shalqin i shartuar me kungull. Më tha mua, është kungull i shartuar me shalqin. është kungull, po kanë gjë nga fisi kungullit. Kanë gjë nga plaga. Kanë gjë nga plaga. Nuk ka më shumë nga shalqini. E hapi atë, diçka ngjyre kishte. Ishte flake kuqe si banane. I thash, a ta kaloj poshtë, i thash kur ta... Ore, këto shalqit janë bo si parfumet, ka një teste që është shumë i mirë. Shiko, merrni gjithmonë atë shalqinin e hap që kam provu gjithë kam fut gishtë. Babaj, në? Më mirë atë, se sa tjerët. Nëse Albana Mosa i që kemi, qatë kemi? Mami bë. Keq.
shtetme është Amerika, ka drejtësi më rrut, nuk ka rëndësi se kush je, kush vjen, nga vjen, sa leke, sa s'ke. Rëndësishme është që ti t'jesh njeri mbi gjitha. Ti mos të prekësh, mos të nënsh tjetrin. Liria jote mbaron atje ku fillon liria tjetrit. Përveç rasteve kur është meksikan ose se zakton amerikanët, kupton? Përveç rasteve që aty mund t'ja blesh, domethënë. Ja blen tokën, ja blen lirin. Po, ja. Tani për shembull. Donald Trump, i cili ka një mbiemër goxha domethënës. Trumpi. Për ne shokët është Doni. Doni, trasin. Si edhe Mateo, çështje konfidenca. Kur rritesh me njeri, arrin në një pikë. Kemi pasqit banane të dy bashkë unë fara. Vetëm që ne se kaluam do të stadin e bananës. Ne... A i kaluam. Se ne ishim të sinqert, ne ishim altruist, ne ishim babaxhan, kavalier. Ne ishim njerëz të vërtet, s'ke sot paguaj dje. E orud. S'ka problem. Nuk e bëjmë dot me punën. Nuk e bëjmë dot. Nuk e bëjmë dot. Me më dhonë një çontë me drogë, do më thënë njerë që e qova më kapën. A kupton, nuk e bëjmë dot. Nuk e bëj dot më... Nuk është se nuk jam i zoti. Më tradhton nusja, kupton, jo fytyra. Aq shumë më duan. Aq robi mirë. Nëse Donald Trump, i cili miliarder pra përtej marrëdhënies që ka pat me ne, ka shkuar në Amerikë, është pasuruar. Jo se ka lindur aty. Që shkoi në Amerikë. Është nga Korça. Do t'i themi nga është me origjinë. Nga kultura është për tani të gjithë e din. Nga Trumpajt e kulturës. Nga fshati Trumpaj. Tani ka shkuar pra në Amerikë. Shkoj. Është bërë miliarder. Ka arritur po themi të gjitha në jetë. Ka shkruar dhe libër si mund të bëhesh miliarder nga shtitës akulloresh. Si mund nga atje që shet vanilje, nga thesi vanilje sa kthesh në kokainë dhe të bëhesh miliarder. Aftësi menaxheriale ajo. Dhe ka shkuar tani Donaldi dhe ka deklaruar si gjithë ne dontërte të fustërte në botën e televizionit. Disa për shembull ne arritëm me forcat tona edhe me mik, po ai u fut me lek, ta themi domethënë se dha lek. Po ne mos hym detaje, çka ka bërë. Mos hym detaje tek rrjeti televiziv NBC shumë i famshëm në Amerikë. Edhe ish kandidat për president në SBA, ose mësa kandidat për president. Është kandidat. Ka vajtur, ka folur për meksikanët. Për meksikanët. Pa pikë në një formë fyese, ka thënë... Ato janë hajdut. Ata hanë ushqime djegse. Ato janë... Ju të quar komuniteti LGBT. Qa keni me zezakët tavë? Qa keni me? Shpun kanë gejt në këtë mes. Se në Amerikë da... Shpun keni me gjona djekse ju. Ku i të? Se në Amerikë po deklaroj dikush diçka, shumica e popullit nuk e merr vesh. Del njëri thot, racizëm, shohem gjithë në për revolta, në për pankarda, në për qa theme vëlla. Për gjona, protestme janë shpirti protestues. Po një se aji kishe dalë dhe kishe shajt popullit hispanik. Po qa kishe thënë për, jo, për hispanik, për meksikanës. Hispanik është edhe e Argentinës. Po mi pra mirë. Tani qa kishe thënë? I kishe ofenduar, dhe më thënë ishte një fyre racista. Janë më të erët se që janë kaukazianë. Po, janë vinë pak shumë. Kujti thua tjerë? Di qa më habit mu? Më habit nderi, ndeshmëria që ai nuk tradhton veten edhe pse është para fushatës, sepse një politikan shqiptar i thot deri daj, kurse ai e dha mendimin siç e kishte edhe pse para është një fushë. Ata janë der, absolutisht jo. Jo. Kriminaliteti me të vërtetë është i lartë në Meksik, po nuk ka lidhje fare me qenin. Kam fjalën diku tjetër, që ai edhe pse mund të humbte vota me këtë thënie, ai e tha, pa pikë turpi, edhe pse mund të humbte vota, e tha. E hoqe nga puna nga NBC-a dhe pse është miliarder, të heqin nga puna, nuk pyesin atje vëlla. Bravo. Nëse ky do gjej punë tjetër se ka mik. Fillojnë shqiptarët, politikanët shqiptarë vëlla të thonë të vërtetën këtu i bie që ku diun as veten s'do votojnë. Ore, domethënë kanë 200 vjet që nuk flasin me çunin e xhas, me vllajën, me fushat, dalin dhe puthen. Kjo është demokraci dashurmiq, ky ishte mesazhi. Kështu duhet thoni të gjithë vërtetën. Vazhdojmë në një drejtim të dur me punë dhe dinjitet. Absolutisht. David Guetta. Edhe gjithmonë kemi tendencën e themi për ne shqiptarët që ne jemi hajdutët, po të vëvejnë, vjedhim gjithë shka të mundshme, vjedhim ato pjesët metalike të pusetave, ato kapakët të pusetave, vjedhim mure, vjedhim njërën, vjedhim tjetrin, vjedhim drita, vjedhim skrap, vjedhim shinat e trenit, vjedhim komshien, rërën e detit, vjedhim rërën e lumenjve, vjedhim ajër, vjedhim djell, vjedhim perime, vjedhim tranguj, vetëm vjedhim. Po kinezët,
Po pse duhet na thonë vetëm ne, vëlla? Gjithë vjedhin. Po janë E ke parë çka kanë bërë mo? Edhe sa është muri kinez dhe kanë arritur të vjedhin 30% murit kinez. Dhe ka dalë UNESCO dhe ka thënë, o vlla, është ndërtuar qyteti i Radhës me murin kinez. Ka dalë mbrojtje tani UNESCO, jo se ka probleme, është e vërtet, nuk ka asnjë problemi tjetër për botë. Jo, po qof sepse sa po dëgjova dhe në burimet mia, që kam gazetarët mi në terren, thonë që në një pallat që do ndërtohet së shpejti këtu në Tiranë, janë gjetë 3 gur nga muri kinez, poshtë në themele. Ke arritur kaq larg? Kaq larg, unë kam reporterët e mi, kam burimet e mia të informacionit. 3 gur të murit kinez janë gjetur, sepse nuk janë aq cilësor, prandaj jo, janë më cilësor se këta që po bëhen pallatet këtu. Po, këto që bën pallatet... Mund ta dallosh nëse është mur kinez thjesht duke parë cilësinë e mureve. Po. Nëse është bërë pallati para 2000-s në Shqipëri, do thotë që ka cilësi më dobët se guret e murit kinez. Për te kësaj, UNESCO është shumë e shqetësuar. Shumë e shqetësuar. UNESCO ka prishën murin, tha. Probleme. Po me murin shpatët. Po me murin shpatët, po mos u shqetësoni i dashur popull mik kinez, sepse pa çka se i nuku kinez ju aprishi aq përqind murit, sa tha dhe Rudi 30%. Ato edhe pse ka qenë një mur me leje, ato do ju kompensojnë. Absolutisht do kompensohen të gjithë ishpronarët, sepse me 7501 ishin kinez. Po, mos hynte ta 7501 është. Edhe pse a mund mos ma kujtosh atë se ka qenë që fligarku ka qenë. Më fal. Lutem se të gjithë shqiptarët kanë qenë. Të gjithë shqiptarët kanë qenë multi-hektaristë, kështu i quajnë. Domethënë kanë pasur hektare pafund. Dhe gjithë janë prekur. Kanë pasur në çamëri. Ne të jugut kemi pas gjysmën e Labris, çdo jugor ka pas gjysmën e Labris. Këta Tiranës. Ne çkret na ran qafën. Sa kemi pas në Lushnjë. Takon lushnjar, po gjithë myzeqe, ne kemi pas fision. Shkon veri porti, i bie që Shqipëria të ishte sa Afrika nëse do të kishin aq toksa thonë që kanë. Po, për te kësaj, jo vetëm kinezët që kanë kontribuar edhe turistët, dhe disa ironike më duket kur turistët ose qytetarët anglez, gjerman, nordik e kështu me radhë në vendin e tyre, atje ku kanë ato sajtet e tyre turistike, janë aq të kujdesshëm, la la, don't touch the wall e kështu me radhë, kur shkojnë jashtë vendit të tyre bëhen kafsh. Shndërrohen në kafsh. Shumë veta janë kap duke bërë urinën tek muri. Ka ndikuar, është... Ti s'ke pse në detaje se çfarë bëjnë, janë të pakujdesshëm. Siç janë të pakujdesshëm kur shkojnë për pushime, siç janë hajdut kur shkojnë për hotele jashtë Anglisë kështu me radhë, siç bëjnë lloj veprimesh të pahishme në përishujt greke kështu me radhë në mesdhe, edhe siç bëjnë si tifoza jashtë stadiumeve britanik. Pra nuk është Maliqi, është Liqi. Është Liq. Apo jo? Nuk është Liqi, është Maliqi? Bëj si them unë, mos bëj si bëj unë. Bëj si bëj unë. Fiks. Bravo. Po tjetër, more vesh që është hapur fondi të kontribojmë për grekët. Si ere? Është hapur një fond që se cili prej nes në Britani, po, si duket të sfilo grek, edhe mirë bën fundja se është popull, se edhe ne kemi kompsin tanë, kemi njerëzit tanë, emigrant, kusurin tanë që jetojnë dhe është gjunaf, edhe kanë hapur një fond, gjithë shqiptarët i lutemi të kontribuojnë. Por kam këshu 2 topa nga pema vizitri, kam 2 pago makarona t'i qoj. Shko, topat mund të bëjnë punë, makarona dhjo. Nuk i bëjnë punë. Re, në një euro. Euro, po që duan euro, do e kthejnë ata, nuk i duhet euroja. Edhe se kthej si djetë, të pak në të kenë diçka. Oke. Tani, për të gjithë ju që doni të kontribuoni, mund të bëni diçka të tillë mund të gjeni Contribution for Greece, se cili nga ne mundet 1 euro, 3 milion banor, 3 milion euro, diçka bëhet, të pak të nësigurojnë një javë. Pa tjetër, e sakt. Doro Chris Brown, 5 more hours. Pa nuk mund ta bësh më se më vjen keq domethënë, ka drejt. Ai ashu e deshtë, shi. Po ke fjalën. Kim Jong. Do nxjerrësh në është janë vegla. Okej. Veglat e punës. Është skrap. Kim Jong. Skrapar vetë aty. S'qepar pas skrapar. Kim Jong. A morë vesh çka ka bër? S'kishta bëra autoironi tani s'kishte qante qani, Qante na qiu. Ç'a boti ku të lë njëri pas. Jo, e thash vetë, kishte harruar se kishte. Kim Jong do ndërtonte një aeroport. Po, okej, e kuptoj. Dhe këtu është okej. Kishte parë projektin. Po aeroportin për çfarë? Për transport brenda vendit. Paketë. Okej. Pse çaj mungot ti mos ta ketë aeroport. Kishte Korea e Jugut thotë, se mos ta bëjmë dhe ne. Po, kishte Korea e Jugut, do bëjmë dhe ne dhe ja kaluan, është një aeroport plus tani, pa projektin,
Shumë mirë tha projekti. Doli ajo gjëja. Aeroporti shkoi atje, tha s'm pëlqen, tha kush e ka bë. Ato nuk flisnin. Ama kush e ka bërë se nuk i bëj gjë. Kush i ka bë, nuk i po e tregut nuk i bëj gjë, po se tregut do e gjej dhe do e vras. Eksakt, këto bab e vrau direkt. Kaq ishte. Edhe ekzekutoi arkitektin që kishte bërë aeroportin. Si mirë. Si mund të vjedhësh paratë e shtetit? Si mund të vjedhësh paratë e shtetit? Diçka ka qenë pas asaj. Po, ore. Am premtove o vlla që te kjo foto që unë shoh te ky projekt. Po. O mashtrues. Po. Am premtove që këtu do të kishte dy re dhe do të ishte qelli hapur. Pse ka dalë kohë e vrendur këtu? Kë mashtron ti? Ha? Po o kokra legenit. Po këta dy zogj ku janë? To dy zogj të bukur. Që po kalojnë. Që po kalojnë projekt. Kë mashtron ti? Pa avioni ku është avioni njerë me turistuaj? Ore, po o zotëri thot ne nuk presim turistuaj. Kuj ti tregon ti çfarë presim ne vrije? Ej, ku është aeroporti me pak blur? Ku s'është blur fare? Nuk ka një filtr aeroporti. Ë? Kështu ka qenë dhe në veri njëra iko. E vrau. Shkota arta, po kishte kohë atëre. Kulmi profesionalizmit. Diti që ka vrarë njëri se ka bërë gjëra gabim? Sa ka vrarë ai, se kanë qenë njerëz pa. Ka qenë burrë? Me të vërtet ishe me 10 o zotri. Me të vërtet ishe me 10, si babai im për shembull. Ishe me 10. Po kishte ngjallë në biografi, sepse një stërgjysh i babait tim, ku diun ishte... Kishte sha regjimin, për gjumësh. Mund të kishte 10 babaj, po jo s'bej do të kur. Mund të kishte 10 mamaja, po jo nuk bej do të kur. Po ja u bërë ti orëti. Ja u bërë ti. Ja u bërë unë, me 6. Një tani, se kam shumë qef t'i heq paralele, dhe më thënë realitetit tonë dhe realitetit Korano verior. A i bëri një projekt gabim edhe e vran. Kurse politikanën shqiptar, kur e bë një projekt gabim, t'i hapin lek. Do të thush ti pse. Se hapen konkurse të reja, fonde të reja. Edhe sa më shumë gabim, aq më fonde të reja hapen dhe aq më shumë marrin. Do të thënë, shi çfarë dy realitetet kundërta. Absolutisht atë janë komunizëm e bën siç duhet më. Sepse këtu ka liri. Po nëse bën siç duhet, të heqin qafe. Pra, ajo është e gjithë ide, është gabim ti bësh gjëra siç duhet. Si do e bësh ti? Çfarë do punojmë ne? Si do hajmë ne? Ikim. Pra, ha. Këtu sot me ne! Atë hangër të marti aty që... Ka fiksim. Miq tanë të Vodafone, përshëndesim, super oferta. Vodafone.al për rrjetin 4G së shpejti, sigurisht rrjeti më i mirë në Shqipëri, por sigurisht edhe super vendet cilat organizohen çmime dhurata pa fund, cilat ofrohen. Mos uto. Rrjetet tona sociale med.al. Website jon super ku mund të na gjeni live stream si në televizion si në radio, 105.7 Med Radio. Radio më e mirë në Shqipëri me 8 zona muzikore të ndryshme, 5 emisione. Qa doni më shumë nëse paraj se do të varej nga muzika dhe nga informacioni që atë në bërë. Unë me keni nesër, jevë në ashme, muaj në ashëm!